Pra miq, ndodhemi në qytetin e Pogradecit, në fakt jemi pak kilometra të qytetit e Pogradecit, unë s'kisha ardhur ndonjëherë këtu. Jam në Gatdishullin e Linit. Një pamje, më duke vetë se kur jam në shtetit e plak. Shikoje pak, lutem kameraman, se s'ka nevojë njerëzit të më shikojnë mua. Duhet të shikojnë vendin. Mua më kam parë. Pamje e mrekullueshme, mund të ecim pak më këte, pa u rrëzuar, pa u për dëshmorët e parë të videove. Tu eri dhe Blendi Fevziu në fakt. Si ka shpëtuar në plak. Shika. Ua, sa lezetshëm, seriozisht. Ju ftoj të gjithë të vini. Ajri është i pastër, është një pamje madhështore e cila t'jep një këmbështrim tjetër për jetën. Sa të vegjël jemi ne në krahasim me natyrën. Se ka do një rritet mendja bëhemi shumë egoist. Kam marrë dhe me një shoku tim, Shedrin, i cili ta shikoni tani. Mo Shedri, ke qenë ndonjëherë këtu? Tani për ne s'është herë e parë që kemi erdhur, po... Po se s'më ke marrë mua? Kështu janë shokët? Po më jeti atëre ma. Kur ke ardhur për të fundit? Po para 3 vitesh. Me njifje. E po mira thash, duhet kishe çik mohabet. Cilat janë përshtypjet e para për këtë vend? Kur kam erdhur për herë të parë, po, para 3 vitesh. kur kam erdhur për herë të parë jam anitur me thënë drejtën. Edhe grupi tjetër që... Dhe grupi andej. Kur kam erdhur për herë të parë jam anitur dhe kur kam parë këtë mozaikun. Po. Ka qenë një mrekulli e vërtet. Bravo, ke folur shumë past. Shikoni, ja edhe Kush është ai? Mikeli. O Mikel! Ti e ke baba, nuk di të thosh Mikel. Po. Më fal babi. Dhe na bjesh. E, mor Shedri. Mor Shedri. Çfarë do themi ndonjë gjë se kam kopa për vlog edhe s'di çfarë të them. Po me thënë drejtën edhe unë era e fundit që kam bërë vlog ka qenë para një viti që kështu Do flasim për beqarin. po flasim. Pse ky fenomen shqetësues po përhapet në popull? Cilat janë disa shkaqet? Varet nga tarifa e shkollës. Nga tarifa, po? E më fal, e jetës jo e shkollës. Po. Dhe kërkesat e shumta nga klientët. Si ishte kjo? Ne jemi klientë, plak, Më ne fal, jemi kandidat për tu bërë baba. Kandidat për tu bërë baba, ore. Eksplorojmë këtë vendin këtu, dale, me shkëmbinj. Ore, nga larg duket i vogël ky e plak. Ky Gatdishulli, po që nga goxha. Gatdishulli i Linit. Ja dhe shtëpit këtu poshtë. Shiko. Kujdes se mos na dali gjalpri. Gjalpri, po nuk e gjen gjën e keqe. Fix. Tash nga që i kam frikë gjarprin tërtok leçka duken si gjarprin. Jemi bërë si Alma Çupi, po Alma Çupi shkon te këto restorantet, bën reklam edhe ju ha do një drejk, ju merr do një lek. Po ne çfarë do marrim këtu? Në një gjarë për dhuratëse. Nes na merr në dorë as psikiatria, ti thua lokali. Po s'ka vend e plek. E di ti që më shumë budallen ka jashtë psikiatriku sa brenda. E kam vëre. E ka vëre? Nëse do isha për doktoraturë ose infermieri, do doja të isha te psikiatria. Paktën ata e kam drezi. Mendoj që merremi më shumë vesh. E stakoj. Po tamam, fix. Shumë bukur Shedri, seriozisht, mua më pëlqen shumë këtë vendi këtu. Për te shakave, po. Unë mbusha majer të pastër. Do doja dhe unë të isha... Një qenush. Jo, është tjetër ajo është. Ajo është sa do doja të kisha një qenush. Kisha ardhur dhe unë me fëmijët e mi këtu. Në koje. Në koja. Çfarë të bëjmë? Se na kapi melankolia tash. Vete do t'ati ti? Ku? Ti në maja ati. Andeja? Po rruga ja ku është? Vem me vonë ta në bukse. E po vem S'kemi mirë, fuqi. ku t'jemi të tërë. Hajde, se mos na... Tani çfarë mesazh ke për moshatarët e tu? Se unë për moshatarët e mi do ta them më vonë. Për moshatarët e mi...
Kam këtë mesazhin që mos u influenconi shumë nga këta TikTok-ut e Instagramit. S'keni për të bërë gjë. Konkretisht, me këtë TikTokers të ke? Nuk kemi bif. Nuk ke bif ti. Mos a shumë me këtë, se që është një Shedri 14 në TikTok. Ti. Jo, s'jam unë. Kurse unë për moshatarët e mi kam një këshill. Njeriu i zgjuar mëson nga gabimet e tij. Kurse njeriu inteligjent mëson nga gabimet e tjetrit. Tunk. Një pamje fantastike të dashur miq, ndodhemi në gadishullin e Linit. Një gadishull i cili është banuar mijëra vite më parë. Pak më tutje kemi dhe mozaikun e Linit, një atraksion turistik i cili vizitohet nga të gjithë turistët e botës. Këto pamje që po shikoni është pjesa fundore e gadishullit të Linit. Në hartë dukshë e vogël e plak, po që ka një hapësirë e bukur, fantastike. Mund të afrohesh pak të nxjerrësh këtë pjesën e vjetër të fshatit. Një banor ne na tha që fshati i vjetër i Linit ndodhet këtu në këtë hapësirë dhe sipas banorëve ky fshat quhej Zagreb. Sot quhet Zagrada. Por pastaj fshati i ri është ndërtuar në pjesën tjetër të gadishullit që ndodhet në këtë anë, për shkak se kjo pjesa këtu është përmbytur. Një pamje fantastike miq dhe shikues të kanalit tim të YouTube-it i Urvirologu. Unë nuk isha ardhur ndonjëherë, por jam rregulluar dhe si shikoni dhe vetë, liçeni është tmerrsisht i pastër. Një pastërti ekstreme ku sipas studiuesve liçeni ka një tejdushmëri 20 metra më duket ose 50 metra thellësi nga pastërtia e madhe. Në kohën e komunizmit ka funksionuar si bunker mbrojtës, por sot funksionon si kish. Nuk e di sa vite ka që funksionon si kish, por afrohemi dhe e shikojmë nga brenda. Afrohemi nga brenda. Ndizën dhe qeni janë disa ikonat vogla. S'ke do një gjarë për këto. S'ka pierdhur. Përfundon dhe udhëtimi jonë në gadishullin e Linit. Erdhëm në pjesën fundore këtu, që pamë disa ikona, ku ndizën dhe qirim, praktikohet dhe mund të themi besimi i krishterë ortodoks. Në pjesën këtu sa e bukur është. Shihoni miq, po dal unë nga videoja, që të më shikoni mua, shikoni Linin. Kujdes se mos na biesh kameraman. Kujdes më. Ka se bje telefoni apo unë? Telefonin pa ty të gjejmë. Tani
Pjesa këto është pjesa fundore. Jemi në pikën fundore. Miq, subscribe kanalit tim të YouTube-it Juri Virologu për video të tjera kur të kemi kohë do u thojmë. Me këto mundësi që kemi. Sot natën mundësia të shkojmë në Linë. Nesër mund të shkojmë në tjetër. Mund të shkojmë dhe pas 6 muajsh. Dhe mos harroni, komentoni çfarë ideje të re mund më jepi për të krijuar video të re. Mirupafshim dhe Zoti ju bekov të gjithëve. Pavarësisht shakas miq, jeta nuk është e vështirë. Jeta është e thjeshtë, por të vështirë ta bëjnë njerëzit. Tani dashur pa dashur të gjithë ne, dhe ju që po jam dëgjoni, takoni dhe njerëz që i bëjnë gjëra të vështira. Futin undët, aty ku s'duhet, flasin fjalë të këqija. Por ne nuk duhet dorëzohemi në njerëzit e mirë. Ju njerëzit e këqij, thaj ciao, ha. Përshëndet gjithë njerëzit e mirë, thatë. Natën e mirë. Natën e mirë. Shedri, Amo. çfarë ta thuash ti dhe një gjë për njerëzit e këqij? Që dhe shikuesit tanë pozitiv të motivohen. Me thënë drejtën, esni me mendjen tuaj dhe mos merrni mendimin askujt, sepse Po ka dhe nga ata që na japin mendime pozitive. japin mendime pozitive, po që përsëri pozitive mund ta japin, po dhe mbrapa krave mund thënë diçka. Ka shi, në mbrapa krave nuk si shikojnë dot njerëzit që allafosin e ptar. S'kemi që bëjnë. Ideja është me fjalë popullore, mos u bëni me rak për asgjë. Gjithçka do bëhet më mirë. Se më kej s'ka ku vete. Më mirë do bëhet Shqipëria. Po ne s'po flisim për Shqipërinë këtu, po flisim për situatën sociale. Në përgjithësi. Në përgjithësi, Shqipëria si vend, me sa po shoh Shqipëria si njerëz. Shqipëria si njerëz. janë dy Shqipëri, Shqipëria njerëzit, Shqipëria vendi. Shqipëria vendi njerëzit. është shumë i bukur si shikon dhe vet. Po. Ato pamje që dham, shumë i bukur. Po Shqipëria njerëz, a do bëhemi? Tani se di, ndoshta GTA 6 do dalim më shpejt se kur të bëhet Shqipëria njerëz, po. Tash e bëri dhe ai partina i Tiku Lapajt. Bërja të Shqipëria bëhet, po se bërja sa i. Nuk e bëri më miq. Ju bë partia Shqipëria është bëhet. Edhe ai nis më thuri që do thurte gjatë bukura për Shqipërinë e mbylli partinë. Nuk ishte për numra telefoni? Jo, s'ishte për numra telefoni. Çfarë do na thoni, komentoni, çfarë do thoni? Komentoni në komente poshtë a bëhet Shqipëria apo jo, po jo. Një histori interesante në gjimnas. Kishte një pedagog, bënte moral, domethënë. Bënte moral, ndërkohë vetë ishte i pamoralsh. Ka nga këta dhe do ketë. Por e rëndësishme është që ne mos bëhemi nga këta që po qeshim ne, na qeshin të tjerët. Ky është motivi kryesor për gjithë ne. Mos bëhemi si ata që qeshëm. Kjo është këshilla, miq. Asaj shumë gjëra kemi për të thënë, pas po i themi. Do t'i themi ditët në vazhdim. Apo jo? Me thënë drejtën, shqiptarët për njëri tjetrin janë si ata babat që shohin futboll, edhe mendojnë se mund të bëjnë më mirë se lojtarët, po nuk vend të luajnë vetë edhe. Kështu është Shqipëria. Bravo për motivimin. Motivo.